Shtatorja e Nën Terezës në qendër të qytetit të Shkodrës është mjaft e preferuar për të vizituar nga turistët e huaj. Shumë prej tyre nisin vizitën pikërisht nga kjo shtatore për të vijuar më pas me pjesët e tjera të qytetit. Një grup vizitorësh nga disa qytete të Malit të Zi, vizitën e parë turistike në Shkodër e bën pranë kësaj shtatore. Ndërkohë drejtuesja e guidës u shpjegon atyre aspekte nga jeta dhe historia e saj. Turistët vinë nga Mali i Zi, sparit nga qyteti Nikšić, masanej nga qyteti Danilovgrad, masanej nga qyteti Podgorica, leton që vinë në Shkodër, vinë edhe te monumenti Nën Terezës, se është shejtnore, edhe u tregohet se është me përardhje shqiptare. Kur vime në Shkodër e kem itinerarin një pej pikave edhe monumenti Nën Terezës. Edhe në për qendër, në për pedonale, Kolindromeno, pedonale, xhamin, kishën ortodokse, pedonalen krejt deri te Gjuhadoli. Selçani thotë se shoqëron shumë grupe turistësh të huaj në Shkodër dhe thekson se është shumë e rëndësishme që ata largohen me përshtypjet më të mira. E duan shumë Shkodrën, ata vinë jo vetëm në ekskursione, por vinë edhe me familje, me hangër, me kaluar ditët e bukura në Shkodër dhe në liçenin e Shkodrës. Ditët e fundit në Shkodër është shtuar ndjeshëm numri i turistëve të huaj nga shtete të ndryshme. Sipas një llogaritje të agjencive turistike lokale, gjatë fundjavës numri i vizitorëve në rajonin e Shkodrës arrin në mijëra vet.